Ditët e fundit të vitit kanë sjellë një rritje të ndjeshme të fluksit të trafikut në rrugët e qytetit të Vlorës. Me rastin e festave të fundvitit, qyteti bregdetar është kthyer nga destinacionet më të frekuentuara, duke sjellë jo vetëm turist, por edhe një numër të lartë automjetesh që qarkullojnë gjatë gjithë ditës. Edhe kjo diel është shënuar me një fluks të lartë trafiku, veçanërisht në akset kryesore hyrëse dhe dalëse të qytetit, në zonat qendrore, në lungomare, por edhe në lagjet më të populluara. Qytetarët dhe vizitorët janë përballur me ngadalësimet e trafikut, sidomos në oraret e pikut, ndërsa parkimet kanë qenë të mbushura pothuajse në çdo zonë. Pavarësisht kësaj situate, policia rrugore e Vlorës ka qenë në terren me patrullime të shpeshta për të menaxhuar trafikun dhe për të garantuar sigurinë rrugore, ndërsa në krye të marrëvajtjes së trafikut ishte shefja e policisë rrugore të Vlorës Refie Muçaj. Efektivët janë angazhuar në pikat më problematike, duke orientuar qarkullimin dhe duke parandaluar shkeljet e kodit rrugor që mund të shkaktonin bllokime apo aksidente. Vlora është një qytet që ende vuan mungesën e semaforëve në shumë kryqëzime dhe me rrugë që janë problematike si pasojë e punimeve të vazhdueshme infrastrukturore, ndërsa po përballet me vështirësi të shumta gjatë kësaj periudhe. Megjithatë, policia rrugore ka marrë të gjitha masat e nevojshme për të përballuar situatën, duke rritur prezencën në rrugë dhe duke koordinuar punën me strukturat e tjera. Shefja e policisë rrugore të Vlorës Refie Muçaj ka qenë personalisht në terren gjatë gjithë kësaj të diele, por edhe në këto ditë të fundit për të ndjekur nga afër menaxhimin e situatës dhe për të dhënë udhëzimet konkrete për lehtësimin e trafikut. Prania e saj ishte një sinjal i angazhimit maksimal të policisë për të garantuar qarkullimin sa më normal dhe të sigurt për qytetarët. Policia rrugore e Vlorës u bën thirrje drejtuesve të automjeteve të tregojnë kujdes të shtuar, të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe të shmangin parkimet e gabuara, të cilat shpeshherë bën shkak për bllokime të panevojshme. Gjithashtu këshillohet përdorimi i rrugëve alternative dhe planifikimi i lëvizjes për të shmangur oraret me fluks të lartë. Policia rrugore njofton se masat do të vijojnë edhe në ditët në vazhdim deri në përfundim të festave të fundvitit, me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë në rrugët e qytetit të Vlorës.